Përshëndetje të gjithëve. Giro d'Italia ka mbërritur në Tiranë. Kjo ngjarje historike që do ta bërë qytetin ton në media ndërkombëtare, duam që të jetë e gëzueshme dhe shijueshme për gjithë qytetarët e Tiranës. Në mënyrë që kjo të jetë e tillë, do të kërkonim bashkëpunimin e të gjithëve. Ajo që do të ndodhi nesër dhe pasnesër, përveç festës dhe hares, përbën edhe një bllokim të pjesshëm të qytetit. Disa prej akseve kryesore të Tiranës do të jenë të bllokuara për qarkullimin e makinave. Ndërkohë që transporti publik është devijuar, do të kërkonim bashkëpunimin tuaj për ata që kanë mundësi të mos i përdorin mjetet e tyre private dhe të kenë mundësira të tjera alternative të lëvizjes, ti përdorin ata. Për të gjithë të tjerët që nuk kanë mundësi të tjera për të lëvizur përveç se me makinat e tyre, do donim të konsultonit paraprakisht itineraret që duhet të zgjidhni përpara se të shkoni në punë apo në shkollë. Të gjitha kopshtet dhe qertet tona do të vijojnë të qëndrojnë të hapura dhe për ata prindër që do të kenë vështirësi të marrin fëmijët e tyre në orare të zakonshme, stafi ynë do të jetë aty me orë të zgjatura. Duam që kjo të jetë një përvojë e bukur për të gjithë. Ndaj ju lutem, këshilloni me faqet tona për të parë rrugët e bllokuara dhe oraret kur ato do të jenë bllokuara për makinat dhe shijoni gjatë gjithë fundjavës Giro d'Italia. Faleminderit.